Pavarësisht luhatjeve të numrit të nxënësve që ka pasur gjatë gjithë viteve të tranzicionit, edhe në shkollën e mesme artistike Prenk Jakova Shkodër gjithsesi nuk mund të flitet për krizë të talenteve, thot drejtori i kësaj shkolle Andon Kaftalli. Absolutisht. Historikisht shkolla muzikës, edhe në të momentin kur ne kena pasur dyndje për konkurse dhe kena zgjell më të mirë, historikisht shkolla është marrë nga një pjesë jo nga ta numri nxënësve që kena pasur. Do më thonë, në sektorët të ndryshme kanë shënërit 2-3 nxënës, të cilët kanë marrë emrin e shkollës, emrin e tyre normalisht familjes, po edhe emrin e shkollës së Shkodrës. Mësimet në këtë shkollë këtë vit ndjekin 200 nxënës, nga të cilët në vitin e diplomimit janë 24 prej tyre, ku 9 të përkasin arteve figurative dhe 15 muzikës. Kena 9 të artet figurative dhe 15 të muzika, pra 24. Në fakt kamet pothuajse një muaj, sepse maturantët deri me 30 duhet të kenë të përfundum provimet e formimit artistik dhe diplomat për të lënë më hapësinë provimeve të shtetit. Në bazë të udhëzimit që ka ardhur fillim vitit, me 30 maj maturantët përfundojnë komplet procesin mësimor. Nisur nga përvoja viteve të kaluara, studimet e larta universitare i vazhdojnë në Shkodër, Tiranë dhe jashtë vendit. Në përgjithësi nxënësit të mirë ose shumë të mirë që kanë pasur edhe bazë dhe mbështetje jashtë kanë vazhdu studimet në konservatorit prestigjioze të Italisë, të Francës, të Gjermanisë, të Austrisë. Pra kanë kriju mundësinë dhe kanë shku në konservatore jashtë, ty pas parasysh që kanë konservatore shumë përpara shkollave tona të formume etj me eksperiencë ku diun. Mandej hapi i dytë një pjesë tjetër shkon në Akademinë e Arteve ose në Universitetin e Arteve në Tiranë dhe pjesat tjetër që po dënë me vazhdu në fushën, pra në profesionit që kanë njek në shkollë tonë, po të ndryshu të kalu në fushën në mësusisë, vazhdojnë edhe në Universitetin e Shkodrës, ku është dega mësusisë e arteve figurative edhe të muzikës. Shkolla e mesme artistike Prenk Jakova në Shkodër u hap në vitin 1961, 64 vjet më parë. Kjo shkollë ka pasur dhe vazhdon të ketë një kontribut shumë të rëndësishëm jo vetëm për Shkodrën, por edhe në shkallë kombëtare për përgatitjen e profesionistëve dhe talenteve në muzikë dhe arte figurative.